Agjencia ndërkombëtare Reuters ka publikuar një artikull të bazuar në dokumente hetimore të prokurisë së posaçme, sipas të cilave biznesmeni shqiptar me aktivitete në Miami, Artur Shehu, është nën hetim për dyshime mbi pastrim parash, falsifikim dokumentash. Sipas dosjes së datës 12 qershor 2026 të shqyrtuar nga Reuters, Shehu dhe persona të tjerë dyshohet se kanë përdorur fonde që prokuria pretendon se rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i kokainës, duke investuar në prona të ndryshme në Shqipëri. Hetuesit pretendojnë gjithashtu se në disa raste janë përdorur dokumente të falsifikuara për përfitimin e pronësisë mbi toka. Në raportim thuhet se në muajin prill, Artur Shehu ja shiti tokën kompanisë Albanian Land Development, e cila është në pronësi të zhvilluesve të projektit Sazan Real Estate Development dhe investitorë të tjerë që mbështesin resortin e planifikuar nga Jared Kushner në zonën e Zvërnecit. Megjithatë, Reuters nënvizon se në dosjen e SPAK nuk ka asnjë pretendim për shkelje ligjore ndaj Jared Kushner, kompanisë Sazan Real Estate Development dhe investitorëve të përfshirë në projekt. Agjencia shton se nuk ka gjetur asnjë provë që këta investitorë të kenë qenë në dijeni të dyshimeve ndaj Shehut në momentin e blerjes së pronës. I pyetur nga Reuters, një përfaqësues i Sazan Real Estate Development nuk komentoi akuzat ndaj biznesmenit shqiptar, por deklaroi se kompania beson se transaksionet për blerjen e tokës janë kryer në mënyrë të lishme. Nga ana tjetër, avokati i Artur Shehut, Kujtim Çakrani, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura nga prokuria, duke deklaruar se klienti i tij nuk ka lidhje me trafik droge apo falsifikim dokumentash dhe se versioni i paraqitur nga organi i akuzës nuk përputhet me realitetin. Ndërkohë, projekti turistik për Zvërnecën vijon të përballet me kundërshtimin e banorëve dhe grupeve ambientaliste, të cilët kanë paralajmëruar se do të kërkojnë pezullimin e tij në rrugë ligjore. Nga ana e saj, qeveria shqiptare ka deklaruar se nuk ndërhyn në transaksione private dhe se investimet do të vijojnë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe standardet e Bashkimit Evropian. SPAK ka konfirmuar se hetimi ndaj Artur Shehut është ende në zhvillim, por nuk ka dhënë detaje të tjera për shkak të fazës hetimore.